Unë për shembull isha shumë krenar që këtë verë, shteti ynë madhështor shpëtoi me 10 turistë huaj, të cilët 1-2 e bien nëpër gropa. Nuk e di çalli kanë që bien nëpër gropa, po bien. Tani, qa meraku keti me këtë gjë? Shumë mirë shteti. S'kam në merak. Se merak unë. Po kjo ankur. Ore, ka ardhë bësh humordi, apo ka ardhë bësh emision? Se tha kështu, tha që... Unë shkruaj, nuk e merak. Unë shkruaj sepse shkruaj. Jo, unë mendoj që... Nga që unë ato që shkruaj ka merak, mendoj që gjithë e ka merak. Dëgjoj, është se interesante. Shumë nga këta që humbasin, dhe shkojnë helikopteri i merë dhe i sjell, bëjnë foto me pilotën dhe me helikopterin, s'ka një kur në helikopter një dhe vetë. Po që kanë ardhë në Shqipëri, po, hypë në helikopter. Vëndi qutira. Kastile ato thua? Hajde umbim nga marri helikopteri. Bëj Kastile. Bëj Kastile? Që kemi shumë vigilente. Shqipërinë të ta marrësh me humor. Po e more seriozisht çmendesh. Kështu që ta marrësh me humor. Po mi të fillojnë ta marrë me humor. Ti e kalove fazën e çmendjes që je ke humorit tani? Jo, më dëgjoj pak mua tani se po thua çfarë do thuash. Ne çem helikopterin, ta bëjnë foto, qeshin thonë dolëm helikopter, s'ka shnyp në helikopter, një dhe vet. Po çfarë të bëjnë në shkretët? Po kanë dhënë atje në grop? Sepse tani për te humorit, tani ç'a ndodh? Pse na shton kostot e buxhetit këta turistët ne? Bravo. Domethënë ç'a ndodh? Se na bëjnë këtë gjë. Se Shqipëria është pa përgatitur. Fare, zero. Më thuaj ti një mal, një zonë, e cila është e markuar me tabela, ku thuhet mos hy majtas, mos hy djathtas, ku thuhet po shkove atje hy në rrezikun tënd.